بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Vëllezër, do të flas për një hadith të cilin edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtuar dunjaja dhe ahireti. Titulli dunjaja dhe ahireti bëhet fjalë për të gjitha të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. I ka përmbledh Muhamedi alayhis salam vetëm me 4 fjalë. Në një hadith cilin e ka nxjerr Imam Muslimin sahihun e tij, po ashtu edhe Ibn Majah në sunenin e tij, nga një sahabi me emrin Abi Malik al-Ashja'i an abihi. Abi Malik al-Ashja'i nga babai i tij thot: Semja Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun faqal Ya Rasul Allah, kejfe e kulu idha sa'altu Rabbi. Erdh ki një person të Muhamedi a.s. si shtregon Abi Malik al-Ashja'i nga babai i tij, thot se e kom dëgju kur një person erdh te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha Ja Rasul Allah, kejfe e kulu idha sa'altu Rabbi. Çka të thom o i dërguar i Allahut, i ka thonë ai personi, sahabiu, nuk përmendet emri i tij, një njeri që ka ardhur te Muhamedi alayhis salam, dhe i ka thonë Muhamedit alayhis salam, çka të thom kur të kërkoj diçka nga Zoti im, nga Allahu xhelleshanuhu, çka të thom? Me fjalë qera çfarë dua të bëj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Qul Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni yajma'u asabi'ahu illa al-ibham. Thot Muhamedi alayhis salam i tha këtij personit, thuj 4 fjalë. Allahumma ighfir li, or Allah më fal mua. Warhamni, kështu ka bëu Muhamedi alayhis salam, e ka shtall dorën dhe thot i mblodhi të gjithë gishtat përveç ibham. Këto gishtat vëllezër në gjuhën arabe e kanë emrin, ki i pari i vogli el-khansar, i diti el-bansar, i treti el-wusta, ki es-sababe, ki është el-ibham. E Muhamedi alayhis salam e shtalli dorën dhe e tha, thuj Allahumma irhamni, Allahumma ighfirli, dhe e ka mbill gishtin e vogël, i cili quhet el-khansar. Allahumma ighfirli, pastaj warhamni, pastaj wa'afini, pastaj tha warzuqni, i mbill i tha të gjithë gishtat përveç këtij, i cili ka emrin, do të thonë gishti i madh, e ka emrin gjuhën arabe el-ibham. Pastaj çka i tha më në fund? Fa inna haula'i tajma'u dunyaka wa akhiratak. Që këto 4 fjalë ti ta grumbullojnë, ta sjellin, ta afrojnë, me këto 4 fjalë e meriton dynjon edhe ahiretin. Vetëm 4 fjalë. Shiqoni vëllezër çfarë lutje e vogël, e cila e ka përmbledh gjitha mirësitë e dynjos dhe të ahiretit, 4 fjalë. Shokët e Muhamedit alayhis salam kanë pyet prej pejgamberit alayhis salam disa çështje dhe Muhamedi alayhis salam u ka dhënë përgjigjen shumë të mirë dhe shumë të lehtë. Këtë përgjigje ai sahabiu që e ka ndëgjuar nga Muhamedi alayhis salam asnjëherë më nuk e ka harru. Nuk e ka harru 4 fjalë. Kjo i përngjan duave në mes dy sejdeve. Prej duave mes dy sejdeve, vetëm atë i shton edhe disa fjalë. Ka do me thonë hadithet sakta çka ka ardhur ose di herë, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. 3 herë hadithi është i dobët. Ajo më e saktë është që ka ardhur hadithi 2 herë, por nëse e thuhet 3 herë nuk prish punë. Po marr parasysh pasi gjendet aty një hadith, por nëse qëndron hadithet e sakta, është 2 herë, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli. Ose thuhet Allahumma ighfirli, warhamni,
uafini, uhdini, warzuqni, warfa'ni, wajburni. Edhe me thonë, ose i thuaj këto 4 fjalë, ose ja shton edhe të pestën, wahdini. Filloi Muhamedi alayhis salam me fjalën Allahumma ighfir li. Tha thuaj, or Allah më fal mua. Pse? Falja e mëkateve, vëllezër, çka është? Është lehtësim shpirtëror, është lehtësim psiqik për robin e Allahut, se ai me këtë fjalë thot Allahu xhelleshanu, pasi që unë vazhdimisht kërkoj prej Allahu xhelleshanu të më falë mëkatet, Allahu xhelleshanu do të më fal. Allahumma ighfirli. Është lehtësim për çka? Është për trupin. Warhamni dhe më mëshiro. Dikush mendon se kjo fjala mëshirë, kur i thuhet dikujt Allahu të mëshiroft, mendon se bëhet fjalë unë ti ta them këto, ama kjo ka të bëne me ti pas vdekjes tënde. Nëse bëhet fjala po kërkojmë ne prej Allahu xheleshanu që neve të gjallëve të na mëshirone, a dini çfarë kuptim ka? Se ka kuptimin vetëm që të na mëshiron Allahu subhanahu wa taala, neve pasi që të vdesim. Kjo ka të bëne edhe çka? Mëshira e Allahu xheleshanu për të gjallë, çka është zbritja e mirësive të Allahut subhanahu wa taala të kësaj bote. Allahumma irhamni, dhe me thonë, or Allah më mëshiro mu në këtë dinjo, t'i kim mirësit e dinjos, zbrit mi mu hajret e gjithë dinjos. Pra ndaj këto të dija shiqoni, Allahumma ighfirli warhamni. Nëse ndalen ke këto di duat e para, ke këto di fjalet e para, Allahumma ighfirli është shka? Shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Allahumma ighfirli është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Warhamni, dhe mi jep mu mirësit e kësaj bote, po ashtu edhe të botës tjetër, e cila mirësia më e madhe është kush? Është xheneti. Do të thonë këto të di fjalë, Allahumma ighfirli, kanë të bëjnë me shpëtimin nga zjarri i xhenemit dhe çka? Dhe fitimi i xhenetit. Allahumma ighfirli warhamni, kush vjen te tjetreta? Wa afini. Warzuqni vjen më vonë. Wa afini. El afia, afia fjala afia ka të bëne me shpëtu mu nga të gjitha sëmundjet e trupit, sëmundjet e zemrës, sëmundjet e mendjes, me mstrëvu pastaj çka? Nga sëmundjet fizike, dhe më thonë sëmundjet të cilat njeriun e zdrajnë në shtratë, këtë më thonë ka sëmundjet të mëdhonja. Pastaj, shqyqo, bëhet fjalë për sëmundjet e jashtme, bëhet fjalë për sëmundjet e mrençme, që janë sëmundjet e zemrës, bëhet fjalë për sëmundjet e mendes, pastaj çka? Wa afini, dhe shpëton mu dhe nga të gjitha sprovat e dynjos dhe sprovat e botës tjetër. Kush janë sprovat e botës tjetër? Bota tjetër fillon vëllezër prej momentin e vdekjes. Momentin e vdekjes, kur del shpirti është sprov. Përsëri sprova e varrit, edhe ajo do me thonë është sprov. E kjo fjala wa afini, kjo përmbledh çdo gjë që ka të bëne me smundjet, me sprovat, po ashtu edhe me më shpëtu mu, me më largu nga të gjitha mëkatet të cilat njerëzit të ato ndeshen brenda natës edhe ditës. Afije është diçka shumë e madhe. Afije nuk ka të bëne vetëm për shëndetin, por afije ka të bëne edhe largimin nga sprovat, nga mëkatet, nga cilësitë e këqija, nga sjellja e keqe, nga të gjitha. Pastaj çka tha? Warzuqni. Ne kur e thona fjalën warzuqni, për herë mendon dikush se kur është fjala për risk, ka të bëhet fjala vetëm për pasuri. Jo vëllezër. Këtu fjala warzuqni ka të bëne për të gjitha. Pasuri për të bereqetshme. Nëse je pa martu, kërkon grua, warzuqni. Këtu hinë edhe ajo, or Allah mundësoma mu një grua e devotshme e sinqert. Apo nëse një femën e bën këtë dua, warzuqni, nuk ka të bëne fjalë vetëm për çështjen e riskut, për çështjen e pasurisë. Për shembull, warzuqni burr të mirë, të sinqert, për fëmijë, për të gjitha gjojat, punë të mirë e të hajrit, dhe më thonë kjo është fjala risk. Çdo lloj furnizim që ka të bëne me botën tjetër që të afron ka Allahu xheleshanu, por edhe në këtë botë që të afron të rruga Allahu xheleshanu, kjo është risk. Më thon risku nuk ai përcaktohet vetëm te puna e pasurisë. Or Allah na më risk, se shumë njerëzit mendojnë kur bëhet fjala për risk, do të thon bëhet fjala aty për pasuri, për miliona e për gjoja tjera. Jo, atë po se po e përfshin, por kjo ka të bëne edhe me çka? Kjo ka të bëne me të gjitha çështjet që robi kërkon prej Allahu xheleshanu, të cilat nuk i posedon. Ka të bëne risk edhe çka? Edhe për shëndetin. Domethënë, më jep risk domethënë edhe në shëndet, në pasuri, te gruaja, te familja. Ma bë për shembull edhe gjuhën takim të riskut, domethënë bereqetshme që ta përmende Allahun subhanahu wa taala. Tash kush do t'i përmende këto të katërt? Unë filloj hadithin, erdhi një person te Muhamedi alayhis salam dhe i tha:
Ja Rasul Allah, kejfe e kulu hine es'elu rabbi. O i dërguari Allahut, çka të thëm kur t'i kërkoj Allahu Gjellëshanu diçka. Muhamedi a.s. e shtalli dorën dhe tha, thuj, kul Allahumme gfirli. E dita, warhamni. E treta, wa afini. E katërta, warzuqni. Që vlla, që këto dua, boni sa të mundesh, mos i haro asnjëherë. Tha Muhamedi a.s. Fe inne dhalike tajma'u dunjake wa ahiretek. Që këto fjalë ti ta sjellin dunjon edhe ahiretin. Të dia Muhamedi a.s. i ka ofru, i ka bashku me çka? Me këto katër fjalë. Allahumma ighfir li, warhamni, wa'afini, warzuqni. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.